Provojni, është shumë i shishëm. Këto ishin dhe hiset të vogla, të shishme. Të dashur ndjekës, sot do përgatis një recet tamam për dimër. Kam një gjysmë pule, e kam zi. Pula zihet siç është me gjithë lëkurë, pastaj lëkura hiqet veçantë se pula ka edhe vitamina në lëkurë, prandaj s'duhet ja heqim në fillim. E zi me ujë të ftohtë, baraz me pulën, një recet shumë e thjeshtë, ndaç me peta të gatshme, bleni një palë peta, o dore vetëm të pjekme, jo, nuk më pëlqen me peta të pjekme se bëhet si tip qullaci. Tashti pulën do ta vej me ta vej në një ftere kështu. Kaq. Longun e largoj, të cepi vej pak lynin. Pulën do ta lys me i qik kryp, për shije, edhe do ta lyj pak me të lyne, do ta fus me 200 gradë. Duhet lyj pak, që të marri pak ngjyrë. Nuk është e thonë ta bëjmë llokma, por kjo bëhet edhe copa të vogla, sa për lezet. Kush dëshiron e ve të gjithë, edhe nga pjesa e barkut. Edhe i qik kryp këtu edhe kaq ishte. Tashi e fus në furrë. Një seshtja, që është kryesorja për tholljen e petëve, edhe një pjesë voj ullini, ndërsa pjesa tjetër voj lule dilli. Tu kam ledh kuleçët, se është ftohtë, sado që shtëpia mund t'jetë ambienti ngrohtë, prap. Ja, i kam ledh këtu, do t'i bëj 5 nga 5. Ose mund t'i bësh nga 6, nga 7, ose 2 pjesë, si të dëshironi. Tashti të gjithë këto 5 kuleç do lyhen me ynyr mirë, që të bëhen të shkrifta. Tash e lym tavën mirë, me ynyr, edhe në fund, se do hudhet longu, duhet ketë pak bazë. Kështu do bëhen të gjitha. Edhe këtë do në çdo petë, do bëhet lyrja me ynyr, që mos njiten, bëhen si kulaç, po t'jenë të shkrifta midis. Kjo ishte dhe peta funit, u maru, u kry për 20 minuta. Tashi petat i përfundova, do kthej pak anët, tu pata morr rreth 500 gram miell, ose 2 gota e gjysmë të mdhoja ujë, edhe zuna një brum të zakonshëm, po mrena me 1 filxhon kafje me vaj. 2 kokra kryp, ujë të vakët, e lam të pushoj 10 minuta, 20 minuta, sa të dëshironi. Anët do t'i kthejmë pak, shumë pak, jo me shumë petë, po shumë pak. Edhe ta kthesh dhe nga ana tjetër, që të kuqëreme dhe i lak pak këto ansore, që të piqen mirë dhe të shkriftohen. Ashtu.
Ka që ishte, gati për në furrë. Do nxjerr fterin që poqa pulën dhe me këtë nxehtësi do fus byrekun. I kam vuj letër pjekje se filloj me u rrëmyr mes, po edhe ju ambi sa din, kur ashtu se kjo do nxehtësi deri në fund të sobës, rreth 15-20 minuta, ajo do piqet nga një anë edhe do ta rrotullosh nga ana tjetër. Edhe këtej do e lesh nga 5 minuta, jo më shumë. Ja, pjek, prandaj tash, do dhe një 5 minuta këtej. Do e lym këtë që mos qulloset nga poshtë, me pak ynyrën që ngeli. Tash si që kemi këtë pulën e vogël, kaq më nevojitet më, edhe filloj dhe e coptoj. Me këto ishin dhe hiset, të vogla, të shishme. Tashti e marrim lëngun, si që kemi, dhe ja hudhim sipër, dhe do e lejmë me atë furrin në nxehtë edhe 5-6 minuta, ashtu në nxehtësi, derisa ta pi gjithë lëngun, se pranej thash është me lëngun e pulës. Edhe lëngu është i ngrohtë, nuk është i ftohtë. Tashti do ta fus në furrë, po që se është prap te nga anët pak i fortë, do ta zbusim, se kemi lang rezervë, që të bëhet i butë. Të ra dhe ulim poshtë, ja, në bazën e sobës me zgarën. Edhe e lejmë 5-6 minuta. Tashti si që mora këto hiset e pulës, do i vendosim kështu, edhe do priten pastaj. Po do rri pak mulu që të rri e butë, se ju thash që ky është byrek që do t'jeti i butë, edhe e mulon pak. Ja, kështu, ky byrek duhet rri i mulum. Jo gjithë kohën, po 10-20 minuta.